në momente kur Partizani ka probleme, kjo është dëshira vetëm për të përmirësuar ose për të dhënë një mendim për të rregulluar diçka dhe jo vetëm për të bërë kritik, por për të bërë kritik të vërtet për të parë Partizanin ato nivele që duhet ta shohim. Thamë që Edmund Dosi ka qenë një pak kritik me fillimin e kampionatit, por periudha fundit duhet pranuar se ka një Partizan në rritje dhe duhet jeni i kënaqur. Me ardhin e trajnerit Kënaja, duket që Partizani ka ndryshuar shumë, është bërë një skuadër e fortë, skuadër grupi, ka përmirësuar shumë gjëra dhe ai është trajner, e kam thënë më përpara, është trajner që punon fort dhe dëshiron që të lejë diçka, sa është trajner akoma, trajner i ri dhe po bën shumë mirë me Partizanin dhe për këtë duhet ta pranojmë që kur dikush punon dhe të jepet të vinë rezultatet. Edmund Dosi ka provuar ballafaqime e Partizani Vllaznia dhe Vllaznia Partizani. Një nga ndeshjet që ka lënë më tepër mbresa në këto ballafaqime. Ndeshja Partizani Vllaznia me mua ka pas shumë herë, unë çdo ndeshje kundër Vllaznis kanë qenë ndeshje të bukura, se ka pas edhe ish futbollistat Vllaznis që kanë luajtur me mua dhe kanë qenë diçka e veçantë, se Vllaznia është një skuadër që luan shumë mirë futboll dhe këtë vit e ka treguar që është një nga pretendentët kryesorë për të fituar titullin. Dosti Vllaznia e para në renditje, me pikë të barabarta me Elbasanin dhe Partizani i katërti. Aty janë tek 4 finalistët. Mendoni se është një duel sot i drejtë dhe i barabartë kushën e Par mendimin tim, sot do jetë një duel që do vendosi shumë dhe për Partizanin, për të qenë akoma edhe më i sigurt për në kaqe, por kjo ndeshje do jetë ndeshje e fortë, e luajtur brenda çdo 90 minutave, e fortë, e bukur dhe do t'i besoj që do japi spektakël sot. Në finale, që shikon favorit kryesor për titull dhe ku shikon Vllaznin por edhe Partizanin? Unë kam thonë edhe diku në intervjem, unë e shikoj Vllaznin edhe pse jam tifoz i Partizanit, por besoj që këtë herë gaboj edhe shpresoj që Partizani të fitoj titullin. Thatë që besoj se sot e gaboj, si pra shikon rezultatin me shifra? Ndeshje e fortë do jetë, po besoj 2-1 për Partizanin. Autor të golave për të kup? Është çike vështirë, po le të dali 2-1 dhe autor le të çnoj kurse doj. Kishim me Edmund Dosi, një nga emrat simbol të ekipit e Partizanit në vite, i cili ka dhënë shumë kësaj fanele ekipit këmbëtar për dhe në Austri. Edmund Dosi, faleminderit. Faleminderit. Gjithë mirë.